jam djali I Barjamit që në 1914 ka shpëtuar rastësisht nga masakra e Grekut, ku e ka shpëtuar Vangjel Grabocka. Ngjarja ka ndodhur. Shkojnë atje në një dhomë, ishte dhoma me 25 veta, I nxinin 2 nga 2. I nxinin për jashtë në një govat, edhe aty besh therja e tyre. Barjami e konstatoi këtë nga dritarja e dhomës, se ç'po ndodhte, edhe verdi sa erdhi, hyri në xhakt. Aty ndeti. Grekët I muar të gjithë ata që ishin aty. I masakruan, I therën, edhe ata trupat I hitnin në atë rripën që është afër shtëpisë Hasan Grabockës. Këtu tash Barjami... Sa vjeç ishte ky Barjami? 14 vjet. Ky hyri aty me idenë që të dilte nga Oxhaku për të larguar, a? Jo, hyri në Oxhak për të mos e zënë, pa për lart nuk delte dot ai, po aty poshtë, zakonisht Oxhakët bëhen të gjerë. Ja, më të gjerë poshtë, po. Ajo gjerësia. Pasi ikën Grekët që aty, vjen I zoti I shtëpisë, Vangjel Grabocka. Duke ardhur aty, kishte një kone me vete ky. Ajo konja, vete afër Oxhakut dhe lihte. Në këtë moment, vajti Vangjeli, qeti aty, unë jam Barjam Bilu, tha, ky po kam hipur këtu se dua të shpëtoj nga shbehet. Qëndroi aty zbriti, e mori Vangjeli, e vuri nën gunët, se kishte gunë Vangjeli vetë. E vuri nën gunët edhe hipi në kurris, në kurris. Edhe se në përfshat kishte Grekër. Si ishin larguar akoma Grekët? Si ishin larguar, në përfshat ishin Grekët, se kishin punë me të tjerët. Vazhdonte masakra. Kur erdhi puna, do me thënë, aty shtëpit ishin në 20 veta, edhe vinin të shtëpita ata, e benin dhe iknin. Kur vjen puna që Barjami e konstatoi këtë dhe ajo e mori në gunët Barjamin, e mori Vangjel Grabocka e qoj deri në rripën e Staraveckës. Se sa njëti aty, pastaj qoj, e ndoqe ky, e qoj sa atje. Dhe do t'i thuash Sali, o mbashit, më ka shpëtuar Vangjeli në masakra greke. Po Sali o mbashit cili ishte? Ishte daiu I Barjamit. Po. Edhe prandaj ai duke parë se ishte nipi I Saliut, atëherë e mori këtë, e shpëtoi. Ai nuk shpëtonte dot më shumë se sa njëse. Rreziku ishte I madh. Barjami vajti në Kulmak. Aty ishte daiu I tija, daiu I tija kishte 2 mbesat e tija. Me vete aty. Kishte pemen, kishte dhe kjo Sose Vila. Sose Vila. Ka qenë me
të dyja këto. Edhe këto kishin vajtur muaxhir atje? Muaxhir i kishte marrë ai me vete. Nuk treguan direkt. Po e ben nga dalat punë se të dyja këto motrat muar vesh që këta ishin therrur, edhe Barjami ishte therrur e gjitha. Bilua u vra në Rezdak. Ndërsa Barjami shpëtoi në Grabock, se gjenë Grabock e muan Barjami. Aty ky shpëtoi. Po. Kush është vrarë tjetër nga familja juaj? Në familja ime është vrarë. Që u masakrua? U masakrua. Bilua, Haxhireja, e shoqe Bilos, 2, ishte Qupa e Bilos, Gjikja, 3, ishte Hekurani, djali Bilos, vllai Barjamit, 5, u vran aty. Këta ikën në Grabock, Barjami me atë, dhe si treguar. Pse u bë kjo masakra Xhapashua? Një libër, unë e kam kënduar atë libër, e kam marrë, e kam kënduar dhe e kam kthyer se ishte me kthime, se ishte një kopje. Po. E çfarë tregonte ky libri? Ai i tregonte gjitha ngjarjet. Edhe këtë të Barjamit e tregon, bile tregon edhe atë shpirtmirësinë e Barjamit, se Barjami në 16-ën hyri në ushtri, në qeta, duke qenë në qetë, në mashkullor, Vangjeli vinte na Grabocka i lidhur. Se Grabocka linte i Krishter, u lidhën tek neve ishte Austria, ndërsa në Korçë ishte Franca. Këta i muar dhe i quan tek ushtria franceze. Kur vajtën në mashkullor, kur e sheh Vangjeli Barjamin, Vangjeli i lidhur. Po të jetha, më kanë lidhur. Salibutkës, ishtë Salibutka atë. Salibutkës, i thot, ky është njeri vim. Unë me këte nuk ndahem pa e siguruar se ku do të veje, ku do të qojnë. Tha ju, me qenë se ashtu, tha ti do të shkosh në Korçë me këta. Me ata shoqërusat e tyre, do të shkosh në Korçë me këte, tha. Ti me këte qojnë në Korçë, qojë ku të duash, tha. Me qenë se të paska bërë ty këte, dhe e mori e qojnë në Korçë. Po emrat, jepte emrat e atyre që janë masakruar libri? Jep. Apo pak jepte? Jo, jep tamam. Po kështu probleme kishit me të krishterët? Jo, Panariti kishte probleme me? Bashkëtonin. Po. Bashkëtonin. Edhe s'ka pasur konflikte. Ja në Trebic ishin një 5-6 nxenës. Në Tresk ishin një 3 nxenës që vinin në Panarit. Absolutisht si trazon të njeri. Këta, si shok që ishim në përshë. Unë në Trebic kam vajtur vetëm në familjen e shokëve të mi që ishin nxenëse. Edhe ata kanë ardhur tek neve, ata që kujtiten në njëherë nata akşami këtu tek neve, dhe qëndonin një te neve, një te Hyska, një te Lakja, një te... Je shumë i nderuar. Je shumë i nderuar. E që interesoj për këto probleme dhe sa më shumë të se ka, të moshës time ka pak. Po pra, po ndaj. S'ka kush në i tregoj njëri tjetër pasaj me vonë këtë gjëra. Ka pak të moshës time, prandaj duke kapur ata, ajo sosja që thashun. Po. Rina në vila e ka gjyshe. Ganiu. Ganiu. Po. Shumë faleminderit. Mende qosh.